vend zhvillimi për sportin e lundrimit është një zgjedhje logjike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të organizimit të ngjarjeve multisportive. Kjo marrëveshje nuk e cenon rolin e Kosovës si një koqire, por përkundrazi e fuqizon atë duke treguar fleksibilitet dhe kapacitet për të organizuar lojra gjithëpërfshirëse në bashkëpunim me partner strategjik. Marrëveshja përcakton qartë ndarjen e përgjegjësisë ndërmjet palëve, ku Kosova si vend i koqir mban barën kryesore financiare për organizimin e garës së lundrimit në Dorës. Kjo përfshin mbulimin e shpenzimeve përkatëse organizative dhe logjistike, duke garantuar që standardet e kërkuara ndërkombëtare të respektohen në tërësi. Nga ana tjetër, Shqipëria merr përsipër për rolin e partnerit zbatues në territorin e saj, duke ofruar infrastrukturën detare dhe duke garantuar organizimin teknik dhe operacional të disiplinës së lundrimit. Ky bashkëpunim mbështetet në kapacitetet ekzistuese të Shqipërisë në këtë fushë dhe në përvojën e saj me aktivitete detare që ka rrit ndjeshëm cilësinë e organizimit. Një element i rëndësishëm i marrëveshjes është koordinimi institucional ndërmjet komiteteve organizative dhe autoriteteve përkatëse të dy vendeve. Kjo përfshin komunikim të vazhdueshëm, harmonizim të vendimarrjes dhe përfshirje të strukturave sportive relevante në mënyrë që organizimi të jetë integruar dhe në përputhje me kërkesat e kartës së lojrave. Në aspektin politik dhe strategjik, kjo marrëveshje përfaqëson një model të avancuar të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke tejkaluar kufizimet gjeografike dhe duke krijuar një precedent pozitiv për organizimet të përbashkëta në të ardhmen. Ajo reflekton një qasje moderne të organizimit të ngjarjeve sportive, ku bashkëpunimi rajonal shihet si një vlerë e shtuar dhe jo si kompromis. Në përfundim, marrëveshja për organizimin e sportit të lundrimit në Dorës në kuadër të lojrave mesdhetare Prishtina 2030 është një instrument i rëndësishëm juridik dhe operacional që garanton realizimin e suksesshëm të këtij komponenti të lojrave. Ajo siguron që Kosova të përmbush në tërësi detyrimet e saj si këtu në partneritet me Shqipërinë për të ofruar një ngjarje sportive të standardeve të larta ndërkombëtare. Duke vërejtjet e tona lidhur me mënyrën se si janë parapar procedurat e prokurimit, auditimet, raportimit të shpenzimit buxhetore si dhe rekrutimit të stafit. Këtu vërejtje i kemi adresuar përmes 4 amendamenteve. Shqetësimet e njëjta lidhur me këtë projekt ligj i kanë ngritur edhe zyra e BE-s në Kosovë. Megjithatë, shumica këtu e deputetëve kanë qenë kundër amendamenteve të propozuara nga ne dhe fatkeqësisht projekt ligji ka kaluar në formën fillestare. Sot na e keni sjellë për votim projekt ligjin numër 10 L040 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Këtu parashihet bashkëpunimi me Shqipërinë për zhvillimin e disa prej garave të sporteve ujore në Dorës, duke editur rëndësinë e madhe që ka kjo marrëveshje për zhvillimin e lojrave mesdhetare. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e mbështesim. Nderuar kryesues, nderuar deputat, qytetarë të vendit, edhe unë si kryetare e Komisionit për Kulturë i kam ngrirë të gjitha shqetësimet e mia sa i përket lojrave mesdhetare. Por ne si Lidhje Demokratike e Kosovës e mbështesim këtë marrëveshje ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe organizimit të tyre, natyrisht si çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare që është në interesin e vendit.